Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falëndrimet dhe lavdrimet tona dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe askush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Do të flas sot rreth temës që besimtarët i akuzuan profetët e Allahut si magjistar e njerëz të çmendur. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, u akuzua dhe u quajt magjistar i çmendur nga policisët e Mekkas, vetëm për arsyen se ai i ftonte ata të besonin në Zotin një e të vetëm. Po me të njëjtat akuza, edhe faraoni akuzonte profetin Musa, paqja e Zotit qoftë mbi të, por edhe profetët e tjerë janë akuzuar me të njëjtat akuza siç tregohet në Kuranin Kerim. Në surën Dhariyat, në ajetet 52 deri tek ajetet 55, tregohet qartë se sa akuza të rënda u janë bërë profetëve të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta, nga popujt e tyre, dhe këtë lloj akuzash duket sikur kanë qenë në një shkallë të lartë koordinimi dhe harmonie të gjithë jo besimtarët, dhe sikur kanë rënë dakord që pas të largohen nga kjo botë, t'u lënë amanet brezave pasues që me ato akuza duhet të sulmojnë të gjithë të dërguarit e Allahut të madhëruar. Allahu i madhëruar thot në Kuran, Bismillahirrahmanirrahim: kështu sa herë që një i dërguar vinte te popujt para tyre Mekkasve, ata thoshin: është magjistar ose është i çmendur. Vallë, a mos e kanë pasuar këtë njëri tjetrit? Jo, por ata vetë janë popull që e kanë tepruar. Prandaj, shmangu prej atyre, ti nuk do të qortohesh për këtë, por këshillo se vërtet këshilla u bën dobi besimtarëve. Janë ajetet e surës Dhariyat nga ajeti 52 deri tek ajeti 55. Akuzat e jo besimtarëve vazhduan me profetin e Islamit dhe besimtarët në kohën e tij. Ata do të vazhdojnë edhe për besimtarët e vërtet dhe pas kalimit nga kjo botë e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Dhe këtë na e bën të qartë pikërisht këto ajete të cilat ne i përmendëm, pra ajetet 52, 55 të surës Dhariyat, të cilat kishin si qëllim të qetësonin profetin Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij dhe besimtarët, por ata vlen edhe për ne, pasi ne e dim fare mirë që Kurani i Kerim është këshill dhe ftesë për ta te Zoti dhe e vërteta, Zoti i gjithësisë dhe për të gjitha kohrat të jetë kjo botë. Allahu i madhëruar thot në ajetin 52 të kësaj sureje: kështu që sa herë që një i dërguar vinte te popujt para tyre Mekkasve, ata thoshin: është magjistar ose është i çmendur. Në kohët e para, jo besimtarët e akuzuan profetët si magjistar, sepse e kishin të pamundur të jepnin përgjigje për mrekullitë madhështore që ata shfaqnin. Ata i cilësonin profetët si njerëz të çmendur. Kjo ndodhte sepse profetët nuk ishin të poshtër si ata, nuk pranonin të merrin ngjyrën e mjedisit që i rrethonte, nuk i josheshin prej ofertave dhe të mirave materiale. Nisur nga sa përmendëm më sipër, kujtojmë se besimtarët në çdo kohë, në çdo vend qofshin ata, nuk duhet të demoralizohen, por duhet të vazhdojnë në rrugën e drejtë me durim dhe këmbgulje, se me fjalë të tilla fyese dhe poshtëruese janë etikuar edhe të ngjashmit të tyre. Profetët, burrat e drejtë, besimtarët dhe të ndershëm, si dhe të dërguarit e Allahut të madhëruar. Mëtej Kurani i Kerim shton se popujt mohues, pra jo besimtarët, ndoqën stilin e njëri tjetrit duke akuzuar profetët me të njëjtat akuza për gjatë gjithë historisë. Allahu i madhëruar thot: vallë, a mos e kanë pasuar këtë njëri tjetrit? Ajeti 53 i surës Dhariyat. Është i çuditshëm fakti që veprimet e këtyre popujve kanë qenë në një shkallë të lartë koordinimi dhe harmonie.
duket sikur ata janë mbledhur në një takim të fshehtë, prapatyrëve të historisë dhe në këshilluar me njëri tjetrin e kanë rënë dakord që të fabrikojnë për profetët e Allahut të njëjtët akuza. Kanë rënë në ujdit i quajnë magjistare njerëz të çmendur për të ulur sadopak ndikimin e madh që kishin në zemrat e njerëzve. Duket pra se të gjithë jo besimtarët kanë rënë dakord që para se të largon nga kjo botë, të lënë amanet brezave pasues akuzat me të cilat duhet të sulmojnë të dërguarit e Allahut. Me pas, Kurani i Kerim shkon dhe mëtej teksa thot, jo, por ata janë vetëm popull që e kanë tepruar, është vazhdimi i ajetit 53 po i surës Dhariyat. Natyrshëm, këto janë sekrecione që shtirohen prej shpirtit të refuzimit, që kërkon mbështetje e mashtrimi, shpifjet dhe akuzat e ulta. Qëllimi i tyre përfundimtar është zhdukja, mbytja e zërit dhe zhdukja e plotë e pranisë së tyre. Duke qenë se profetët e mëdhenj të Allahut janë dërguar nga Allahu i madhëruar për të prezantuar në popujt e tyre të armatosur gjerë në dhëmb me shenja të mëdha mrekullie, mënyra më përshtatshme për të neutralizuar ndikimet e këtyre mrekullive ishte akuza ndaj tyre si magjistar dhe njerëz të çmendur. Referuar kësaj metode të përzgjedhur prej jo besimtarëve, shpaloset qartë uniteti të keqes në veprim që në të njëjtën kohë tregon dhe shpirtlikësinë e tyre. Për të siguruar qetësi dhe më shumë lumturinë e zemrës së profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Allahu i madhëruar në Kur'an thot: "Prandaj shmangu prej tyre." Duhet të jesh i qetë dhe i sigurt të dërguar i Allahut, pasi ti e ke përmbushur me sukses misionin me të cilin Allahu i madhëruar të ngarkoi. Për këtë arsye, vjen dhe shpreha në fund të ajetit ku Allahu i madhëruar thot: "Ti nuk do të qortohesh për këtë." Pra është vazhdimi i ajetit 54 të surës Dhariyat. Edhe nëse ata nuk i përgjigjen të vërtetës, ti mos u mërzit, o i dërguar i Allahut, sepse rrotullteje ka të tjera zemra që janë të etura për rrugën e drejtë. Ato janë zemra që do të mbajnë amanetin, janë ato zemra që po e presin atë. Kjo fjali na kujton ajetet që tregojnë qartë se profeti Muhammed ndjente dhe mshuri për popullin e tij, e i digjej zemra me qëllimin e vetëm që ata të besonin në Allahun e madhëruar. Mohimi dhe refuzimi i tyre ndikonte shumë keq tek ai, madje deri në atë mas sa mund të dëmtonte edhe veten. Në ajetin 6 të surës El-Kehf vjen tre shqetësimi dhe pikëllimi që ndjente profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, për popullin e tij. Allahu i madhëruar në këtë ajet thot: "A mos vallë, do të shkatërrosh veten tënde nga pikëllimi, nëse ata fatkeqësisht nuk besojnë në këtë fjalë Kur'anin." Natyrshëm kjo përbën gjendje normale të udhëheqësve të vërtetë, që e ndjejnë thellë fatin e popujve të tyre. Komentuesit e Kuranit Kerim kanë thënë se kur ka zbritur ky ajet, profeti Muhammed dhe besimtarët u trishtuan shumë, pasi kujtuan se ky ishte mesazhi i fundit për jo besimtarët. Ata menduan se shpallja e Allahut të madhëruar do të ndërpritej këtu me këtë ajet. Prandaj dhe kjo i bëri të frikësohen se ndëshkimi jashtë prej Allahut mund të ishte fare pranë. Fatmirësisht nuk ndodhi ashtu. Nuk kaloi shumë kohë dhe zbriti ajeti në vijim i surës Dhariyat, ku Allahu i madhëruar i kërkon profetit Muhammed që t'i këshillojë ata dhe thot: "Por këshillo se vërtet këshilla u bën dobi besimtarëve." Ajeti 55 i surës Dhariyat. Kur zbriti ky ajet, zemrat e tyre u qetësuan. Ajeti dëshmon se në mesin e mohuesve jo besimtar ka zemra të hapura për besim, të gatshme për të pritur fjalën dhe mesazhin tënd, o i dërguari i Allahut. Është edhe nëse një pjesë e këtyre kundërshton dhe ngrihen përballë së vërtetës, duhet ta di se mes tyre ka njerëz që mezi presin të shpalosin përkatësinë prej thellësisë së zemrave dhe shpirtrave ndaj të vërtetës. Janë pikërisht ata njerëz që janë prekur dhe janë emocionuar prej butësisë e fjalëve të tua. Këto janë zemrat e qëruara prej veseve të kyçia dhe qëllimeve të botës kalimtare. Këto pra janë zemrat e besimtarëve të vërtetë, të cilëve u bën dobi këshilla. Prandaj dhe ky grup ajetësh mbyllet me fjalën të Madhërishtmit i cili thot: "Por këshillo se vërtet këshilla u bën dobi besimtarëve."
Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo ishte tema që kishim përgatitur për sot. Lutim Zotin Madhëruar na ruaj prej zemrave të ngurta, të jemi prej atyre besimtarëve, të cilëve kur këshillohen, këshilla u bën dobi. Do të ndajmë së bashku me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.